Ty thua që me do e mos duhet të largohesh. Pa tjetër, ajo para folët që tha, kisha najmi rrogë 300 euro, mu 300 euro më shkojnë kafe më në mujtë. Shka duhe, modi me 300, ata volin kalaj, atje si kanë parë bëllë. Po letë vjetë jetojnë këtu e të ishtin punë, unë ishtin punë që ata vemi mu. Numër telefonit të keni, unë ishtin punë që ata, jo ka 300, po ka 500, e letë rinë që aty, me kusht hi. Me ta, po ata kanë fjallë. Po kanë parë dhe folin kalaj ju delzoni. Ku kështu si nuk e nëshojnë për qef. E nëshojnë si nuk ka perspektivë. Po, e kuptoj. Ti ke mendu ndonjëherë mu largu nga Kosova? Unë nuk koni largu nga Kosova dhe 90-ën. Atër jem këthy në 89-ën. E fakt në thtetën. Mirë, fare s'ka rëndësi viti, më thuaj pse je shku edhe pse je këty kaq shpejt. Jo, jem këthy se atëre kem pas 6 mujosha, veç kem pas kontratën. Po? Për çdo vit shkojshim me garancione, 6 mujosha. Derisi u eliminu në hekin edhe ata, atëherë metëm krejt në shkakem sezonalin. Unë kisha najtë. Po nuk vizës, nuk më peke viza me 6 mujosha. Po, ti je pishman paka shumë që shëshar dhe në të folun. Po, pishman po, se kom pas kushtet e mire. Sigurisht. Rrogën kom pas mirë, sigurimin kom pas krejt, ku ki sigurim të e ka që ka rëzohet njërës prej shtatit ka sa njëri jo pëzu, sa djemë. Shumë e vërtet. Për bese edhe më shumë katastrofë, kur për isha bashkë katastrofë. Tash njërës folin gjithkosh mendimin e vetin, respektoj mendimin, ama... Po, sigurisht po. Po, ama, jo qashtu me 300 euro, për më përnutit me 300 euro, eto i lajgare. Ti, në fakt, biseda me ty ishte shumë e mirë, ti ju bërë neftes, hajdi unë ju gjej punë këtheno, mos i leni veç fjallë. Po, pra, kash. Po, Zotri, falenderit shumë, të përshëndes shumë. Kalofshi mirë, respekt për ju. Çka është një fjalë që e thonë, me dalë natën me ikë, çka është një